ata të cilët thonë këto janë mbrapambet, këto që agjerojnë, që falen, këto e kanë humbë rrugën, këto nuk janë të shekullit 20. Më tregon një vlla, thotë, e kam pyet njonin muslimon, po muslimon do shta emnin e pa pas muslimon. E ka vetë vllau i ka thonë, si e me Ramazanin, si për e qonë? Ka thonë, une që 60 vjetë halas kam minë. Edhe pastaj për të arsyetu fjallën e ti, a dini që ka thotë, unë që 60 vjetë kur s'kam minuse, nuk jam gjunahqar. Me siguri ata që njënojnë, e ndin vetën gjunahqar, pra ndaj lojnë gjunah. Kështu pra? A filozofia e shejtanit në udhubila? O vllai dashur, na e dim se jemi gjunahqar. Na nuk pohojmë, po agjenojmë se kemi farz. Allahu dhul Gjelal na e ka bo farz, dhe farzin kur e ka bo, agjerimin kur e ka bo farz, së parja ka bo farz pejgamberit alayhi salatu vesselam, pastaj ashabëve, edhe mbar umeti Muhamedit. Val, hasha dhe kella, pejgamberi alayhi salatu vesselam pas ka agjenu sa i ka pas gjunahe, e ki farburri nuk agjenu se ki s'ka gjunahe. A qetëri thot në të shkojnë në xhamive vëlla ato që bën gjunahe, ne ti thënë qujnë ta gjenë t'i lajnë gjunahet e veta, unë se mu falë kur s'kam gjunah, kur e kam zemrën e pastër. Zemrën e kam pastër. Zemra ati e pastër, zemra me pa iman, zemra pa namaz, zemra pa zikër Allahun, mund qese e pastër, gabim total, gabim trashanik. Prandaj Allahu dhul Gjelal thot, wala yakhafuna lawmata la'im. Ata që adhurojnë Allahun, bën gjihad me mënyrat e tyre që kanë mundësi, ata nuk frigohen dhe nuk ndëgjojnë akuzat apo shpifjet apo iftirajat e tjerëve. As pak nuk i kanë konsidera. Një student po kërkon me fal namaz në fakultet, në shkollë, në zonë, si ku t'jesë, kërkon me fal namaz. Që thonë ato, le pash zotin se i ka humbë rrugën ki, në cilin shekull jeton ki. E kita shka duhet me bo, me elon? Jo, kitë mundohet që ato t'i nxerë në rrugë, se ki veç sa e ka gjithë rrugën, elhamdulillah. A i veç sa e ka gjithë rrugën, elhamdulillah, dërsa tjerët e kanë humbë rrugën. Wala yakhafuna lawmata la'im. Pra nuk frigohen nga akuzat, nga fjalët e dyta, nga ato të cilët i thojnë ata të cilët e kanë dollëshit rrugën në borrin e vet. Dhalike fadlullahi yu'tihi man yasha. Allahu dhul Gjelal thot, këtë njerëzit nuk mund të adun Allahun, t'i donë Allahun, të bën gjihad, dhe mos e kanë konsiderat fjalët e huaja, këtë s'mund t'a bën çdo kush o vëllezër. Dhalike fadlullah, por këtë e bën ai i cili Allahu i ka dhonë nga dhuntia, Allahu e ka nderu. Allahu e ka nderu atri i cili agjenon, Allahu e ka nderu atri i cili fal namaz, Allahu e ka nderu atri i cili ambulohet, Allahu e ka nderu atë muslimon që e fol të vërtetën, se s'mund çdo kush t'i bëj këtë punë. Dhalike fadlullahi yu'tihi man yasha. Pra ta dish o vllai dashur, kur ti e ke një cilësi të islamit dhe e bën një kontribut për këtë din dhe këtë popull, ta dish se janë signale se Allahu ka fillu me dashti, vazhdo ti në atë rrugë që Allahu të donë edhe mo. Wallahu wasi'un alim. Allahu është dhurus, Allahu dhuron pa mas. Ai që fillon të udhëzohet, Allahu e thirrë dhe më tepër dhe ndihmon dhe rrugët ja çelat. Dhe Allahu është i gjithdijshëm, wasi'un alim. Ai din krejt punët. S'ka nevojë dikush të arsyetohet, as dikujt të lavdrohet. Punët duhet të jenë për Allah. Kështu vëllezër të dashur, me dash Allahun, do të thotë me dash vetvete. Me dash Allahun ka kushte, ka signale, ka shenja. Vallë raportin me Allahun, a thum don Allahu mu, shumë lehtë është, a e don ti Allahun? Po bre du. A e vërteton ato se ti e don Allahun? Se dashuria mund t'jese me gojë dhe mund t'jese me zemër. Ajo që është vetëm prej gojës, ajo nuk vlen. Dashuria prej zemrës, ajo është e duhur dhe ajo vlen. Pra kur është dashuria ndaj Allahut me zemër, ai e shijon ëmbëlsinë e imanit. E pejgamberi alayhis salam ka thonë, 3 punë kush i ka me vete, ai e ka shiju ëmbëlsinë e imanit. Ai e ka shiju kënaqësinë e imanit. Cilat janë ato ja Rasulullah? Tha, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Allahu dhe pejgamberi në shpirtin e tij të jenë më të dashur se çdo gjë tjetër. Të jenë më të dashur se çdo gjë tjetër. E para, e dyta, an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah. Ai ta don dikend veç për i Zot Allahut. E treta, an yukriha an yarja ila al-kufri kama yukrihu an yulqa fi an-nar.
ai të frigohet nga punë të cilat e çojnë në kufër, ashtu si frigohet që mos bie në zjarr. Sa frigohemi mos bie në zjarr, as duhet frigohemi mos bëjmë gjunahe të cilat na çojnë në kufër. Sa frigohemi fëmia jon mos na bjerë në zjarr, mos e prekë rrimën, as duhet të frigohemi për fëmin ton që ai mos bëjë kufër. Pra ta kontrollojmë, ta korrigjojmë, ta shohim herë vetveten, e vladin, familjen, që mos kthehemi në kufër, sa atëherë kemi rënë në zjarr. Pejgamberi alayhi salatu wasalam pastaj në një rast i tha Omer ibn al-Khattabit